Selam aleikum të nderuar shikues të podcastit të Myftinisë së Tetovës, reflektim me Ramazani, 29 ditë, 29 mesazhe. Sot do të flasim një temë e cila është shumë e përfolur sidomos gjatë muajit të Ramazanit. Do të flasim për kushtin e tretë të besimit islam, apo kushtin e tretë të islamit që është dhënia e zakatit. Mysafir apo njeriu i cili do të flas për këtë temë e kemi sekretarin e Myftinisë së Tetovës, Samir Efendi Fazli. Selam aleikum. Sekretare, mirë se erdhët. Aleikum salam, faleminderit që na bët pjesë të këtij emisioni podcastit Myftinisë. Faleminderit edhe ju që ndajtët kohë jeni pjesë e këtij podcasti. Kënaqësi. I nderuar, do dalim direkt në temë, pasi që tema është interesante, është një temë shumë e përfolur sidomos gjatë muajit Ramazanit, kështu që nuk do të humbi kohë, por do dal direkt te pyetjet. Fillimisht për ata të cilët nuk e dinë apo nuk e kuptojnë mirë termin zakat dhe sadakatul fitr, do ndalemi para te zekati. Çka është zekati dhe cila është rëndësia e dhënies së tij? Në radhën e parë më lejoni që të uroj gjithë besimtarëve muajin e begat Ramazanit, edhe pse ndoshta vese një pjesë e madhe e këtij muaji ka kaluar. Dëshiroj që lut Zotin e Madhërisëm t'ua pranoj ibadetet. Në mesin e këtyre ibadeteve, përveç agjerimit, padyshim se është edhe dhënia e zakatit, si zakonisht është traditë në vendet tona që zakati jepet në muajin e begat të Ramazanit, me që është pak më kollaj për të kalkuluar, për të mbajtur rendin e zakatit. Unë do të mundohem që në disa fjalë, domethënë në bashkëbisedim me juve, t'japim një sqarim, domethënë se i përket zakatit, se çfarë është zakati, kështu që të rikujtojmë mendjen e besimtarit, edhe njëherë se zakati është një prej ibadeteve më të rëndësishme, e cila ibadet, me thënë, ban statusin ose thënë më mirë dispozita islame është fars. Që në kupton se ky ibadet, dhe me thënë, është obligim nga ana Allahut të Madhërisëm me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit Zotit, si dhe mënyra e përcjelljes së këtij obligimi është e prerë. Allahu dhul xhelal në Kur'an thotë dhe faleni namazin dhe jepjeni zakatin, që në kupton se është shumë e prerë. Tash zakati kuptohet se ka dy anë, dy segmente, ka të pjesën shpirtërore dhe ka të pjesën sociale, shoqërore, ekonomike, strategjike e kështu me radhë. Ne do të mundohemi që të shpjegojmë në vijim, domethënë, se çfarë është, domethënë, kur është shoqërore dhe kur është, domethënë, shpirtërore. Në fillim më lejoni që të shpjegoj në aspektin etimologjik çfarë domethënë fjala zakat, me që përmendet shumë shpesh në Kur'an dhe përmendet në kuptime të ndryshme. Unë kam darë vetëm disa kuptime që mos marrim shumë nga koha e dëgjuesit. Me thonë, fjala zakat ka raste kur në kupton shtimin e pasurisë. Që kupton njeriu kur e jep zakatin, Allahu dhul xhelal nëpërmjet kësaj dhënie i shton pasurinë, do të thonë është shtim. Prej fjalëve të tjera që përmendet zakati është edhe fjala pastrim. Allahu në Kur'anin fisnik thot qad aflaha man tazakka, thot ka shpëtuar ai që është pastruar. Që ne kupton kur e ka dhënë pasurinë vet, me thon ai ka pastruar gjithat që Allahu ja ka dhënë, me thon nga ajo pasuria halal, me që ajo pjesa që Zoti ka caktuar, më nga ky moment kur e plotson atë kushtin e parapar, më veç se nuk është pjesë e jotja, me thon, dhe me këtë pastrosh, dhe kuptimi tjetër është begati. Ka edhe kuptime të tjera, por besoj se këto na mjaftojnë për ta kuptuar në esencë zakatin. Begatin e kupton se Zoti ka begatuar me një pasuri halal, e fituar me xhers, dhe këtë pasuri halal ti me kërkesë të Zotit e ndan me ata të cilët kanë nevojë për këtë pasuri. Kjo është sa i përket domethënë anës së zakatit, që nën kupton se zakati ka të bëjë kryesisht me dhënien. Me thënë edhe në Kur'anin fisnik thot Zoti, merë prej pasurisë së tyre lëmosh që ti pastrosh me të dhe tu ashtosh të mirat. Me thënë në këtë ajet kuranor përmenden se të gjitha këto kuptime që i përmendëm më larg, me thënë. Edhe kuptimi i shtimit të pasurisë, edhe kuptimi i pastrimit të pasurisë dhe kuptimi i begatisë, Allahu do t'i shtoj begatit në vijim. Zakati ka për qëllim, domethënë që njeriu ta mësoj të jep. Që nën kupton që njeriu ta doj dhënien dhe njeriu ta mësoj familjen e vet me dhënie. Do të përmendi një rast nga jeta e një sahabiu me emrin Ebu Dahda, i cili me thënë kishte bërë një gjest shumë të lartë, që i vlerësuar shumë nga pejgamberi i Zotit, dhe me këtë kishte mbjellur një shembull që duhet ndjekur ne dhe inshallah dhe gjenerata që do të vinë pas neve. Jo rastisht modeli më i mirë për neve si gjenerat që pasojmë, me thonë gjeneratat e arta, janë rreth të parë pejgamberët e Zotit, pastaj
shokut që i kanë shoqëruar në këtë rast Muhamedin alayhi salatu wassalam. Me thonë, ndodhi që një jetim, me thonë të ketë gëzuar trashëgimi nga familja e vet, një cop toke, ku donte të ndërtoj një shtëpi si krejt të tjerët, me thonë kur donte ta bëja shtëpi, haste në një pengesë mes shtëpisë vet, tokës vet dhe tokës së një fëmijët të tij ndodhte një drum hurme. Me thonë dhe kur ta merr guximin për ta pre, nuk mund pa lejen e fëmijët. Dhe shkon që të merr leje nga fëmijë nuk jepte leje, masandej tentoi që ta blente, nuk pajtoi fëmijë dhe këtë çështje e përcolli te pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, me që pejgamberi i Zotit me thonë dëgjoi, dha disa zgjidhje të ngjashme, por nuk u arrit në gjuhë përbashkët dhe pejgamberi i Zotit përdori një metodë në prezencë të sahabëve më të mëdhenj. Aty pari ishte Omeri, ishte Ebu Bekri, ishte Uthmani, ndoshta edhe të tjerë. Dhe në atë vend kur përcolli pejgamberi alayhis salam këtë porosi, tha nëse ti person, njeriu drejtua atij personi që ishte fqin me jetimin, nëse tha ti ja shesësh këtë vend jetimit, Allahu dhul xhelal ka për të ta ndërtuar një shtëpi në Xhennetul Firdaus. Kur dëgjoi këtë, edhe kjo nuk i la përshtypje, se Zoti dikujt që mbyll zemrën, dikujt që hap zemrën. Dhe çfarë bëri njëri nga të pranishmit aty pari me emrin Ebu Dahda, një sahab që jo shumë i njohur për veshët tonë, se jo çdo herë njerëzit që bëjnë për shembull shumë zhurmë mund të jenë ata të cilët bëjnë punën më të madhe. Ka ndonjëherë që kemi nevojë edhe për njerëz të tillë. Ebu Dahda nga pas u emocionua nga kjo ofertë e pejgamberit dhe i tha: "Ja Resulallah, a ka mundësi se un kam një kopshtin tim, ka mundësi që un ta ndroj këtë kopsht me këtë cop vendi ose me këtë vend ku gjendet ky drum?" Pejgamberi i Zotit tha: "Si jo?" Tha: "Po, do të ma premtosh xhenetin që ja premtove filanit?" Thot: "Si jo." Kur e bon pazarin, dhe me thonë pejgamberi i Zotit e lavdroi Ebu Dahtën, dhe pastaj Ebu Dahda me njëherë ja përcolli, me thonë familjes së vet, në këtë rast gruas vet. Dhe kur ja përcolli gruas vet, shifni me sa bukuri ja përcolli. Tha: "Oj gruaja ime, kam bërë një pazar me cilin pazar e kam siguruar të ardhmen tonë." Ne kur mendojmë për të ardhmen tonë, me njëherë mendojmë afat shkurt. Mendojmë sikur bisedohet për 10-15 vite, jo e vladëve të ulon ca vende, jo do t'ju ulon shtëpi. Dhe kur e dëgjoi bashkëshortja vet, e pyeti si një bashkëshorte, me thënë tamam e një besimtari, edhe voçme, vet ajo, i tha: "Pa na trego se çfarë pazari ke bë, çfarë të ardhme ke siguruar?" Tha: "Kam siguruar botën e amshueshme, xhenetin, ahiretin." Dhe kur e dëgjoi këtë gjë, u emocionua, tha: "E kam ndëruar kopshtin ton me këtë cop tokë." Tha: "Mirja ke bë. Zaten nuk na vin kjo më shumë se sa në dunja." Shifni çfarë bindje, me thonë, por pse ndodh kjo? Se nga se në këtë familje, dhe me thonë, ekziston bindja për duruar. Dhe jo rastësisht Zoti në Kur'anin fisnik thot: "Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun." Thot xhenetet e Zotit janë të zënë me llojin e këtyre njerëzve. "Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un." Thot ata dhe gratë e tyre janë të ulur në koltuket në hijet e xhenetit. Me thonë, kjo është si një paralajmërim se këta njerëz me këtë mentalitet, me dhënje, me sadaka, dhe me thonë e kanë vendin në xhenetin e Zotit. Dhe nëse ne e mbjellim këtë edhe në çështjen e zeqatit, dhe me thonë mësojmë veten tonë që t'japim vazhdimisht, më beso se kjo 2-3 herë mund të jetë problem, të 4-ën, të 5-ën, të 6-ën, ajo sikur automatizohet te personi dhe vet nga dëshira e tij, ashtu siç u gëzonin sahabët. Sahabët u gëzonin tepër nga se kur dëgjonin se dikush ose për vete, nëse Allahu dhul xhelalu a kishte dhënë mundësinë, e kanë arritur atë nisabin, atë shumën minimale për ta paguar zeqatin, ata thonin se kjo është një mundësi për të fituar në xhenetin. Dhe me thonë, njeriu patjetër se duhet ta mësoj veten e vet me dhurim. Tash imagjino çfarë kënaqësi është pjesë e premtimit të Allahu xhaleshanu të ajeti kuranor që padyshim, kjo punë nuk kërkon shumë filozofi. Kjo punë kërkon bindje te Zoti i Madhërisëm, dhe me thonë, dhe kërkon zemërgjerësi, dhe me thonë. Do ta përmendje edhe definicionin në aspektin terminologjik të zeqatit, dhe me thonë pronësimi i një pjese të caktuar të pasurisë nga pasuria e veçantë tek një person i veçantë, vetë këtë punë ta bësh për hir të Zotit të Madhërisëm. Që në kupton, një pjesë është ai 2.5% që i famshëm
në zeqat, ose nëse bisedohet për mallra në kafsh, ose nëse bisedohet me kafshët e gjallë, ose në mallra të bjellurat e kështu me radhë, që nën kupton se ajo pasuri nga një pasuri që Allahu ta ka bekuar, kthehemi pak më herët, me thënë zeqat në kuptonte edhe begati. Edhe nga kjo pasuri i drejtohet njerëzve të cilët Zoti ka caktuar, ligjvënësi. Dhe nuk mund të jepet çdo kujt zeqati, por vetëm 8 kategorive që Allahu Dhul Xhelali ka caktuar në Kur'anin fisnik. Që do të thotë se ne zeqatin kur e japim arrim kënaqësinë shpirtërore, nga se kemi realizuar një urdhër të Zotit dhe për atë do të shpërblehemi. Me thonë, kjo është kënaqësia shpirtërore që duhet të arrijë çdo njeri që nëpërmjet dhënjes është afruar me Zotin e Madhërisëm, dhe kjo çfarë bën? Kontribon në ndryshimin e personalitetit, karakterit të njeriut. Nëse njeriu është koprac, është pak më dorë ngushtë, me thonë, me kalimin e kohës shtohet tek ai zemërgjerësia, largohet kopracia, mësohet me atë. Kthem tek ajo që thash më herët. Dhe tjetra është ajo që e përmendëm strategjik, nëse të kujtohet më herët, ose strategjik, ekonomik, shoqëror e kështu me radhë, është se nëpërmjet zeqatit njeriu tjetër që i dhurohet zeqati bëhet mirë. Çfarë ndodh me këtë? Ndihmohet që të shuhet varfëria, ose ndihmohet që të krijohen, domethënë, kushte, të cilat kushte nesër do të qarkullohet, do të punohet, do të ndërtohet, dhe kështu shoqëria do të ecë përpara. Por tjetër që ndihmon në shoqëri, patjetër është se afron të pasurin me të varfërin. Kjo është qëllimi i zeqatit. Që ai që ka dhe ai që s'ka të afron njëri me tjetrin. Në shumë raste në jetën tonë të përditshme ne shohim se si njerëzit që s'kan gjithmonë kanë një lloj zilie, hasedi ndaj njerëzve të cilët kanë. Zeqati çfarë bën? I afron. Ki ka, po ki kur ka, kam edhe unë. Dhe me thonë, zeqati i kërkon këtë. Dhe kjo e marrim ne shumë shpesh si shembull rastin e Omer ibn Abdul Aziz, i cili ka qenë emir në kohën halife, realisht në kohën e dinastisë Emevite, dhe njihet si njerëzit më të drejtë. Pse? Nga se për 3 vite që udhëhoqi, arriti që të mbjell drejtësinë dhe të mbjell kontributin për njëri tjetrin nëpërmjet zeqatit, saqë transmetohet se e shuajti varfërinë dhe nuk kishte asnjë njeri në hilafetin e tij që thoshte se un kam nevojë për zeqat. Gjithmonë njerëzit thonin çoj atij tjetrit, nga se un për vete kam. Dhe këtë e sinon zeqatit, me thonë, të afrojnë njerëzit njëri me tjetrin, të pasur me të varfërin, dhe të shuaj varfërinë, dhe dal nga dal të krijohen kushte që inshallah në të ardhmen të përmirësohet shoqëria. Në jetën tonë, Arsim Efendi, në jetën tonë të përditshme neve na adreson shumë pyetje. Hoxho, mirë, unë zeqatin e paguaj këtë vit, mirë, po edhe vitin tjetër? Po edhe vitin tjetër? Po edhe vitin tjetër, po thot mua më paksohet pasuria. Po qëllimi i zeqatit nuk është që të paksojë ti pasurinë, po pasurinë që ti e ke, ta vendosh në përdorim të vetes dhe shoqërisë. Do të thonë, enfiku mimma razaqnakum, dhe shpenzoni nga ajo që ju kemi furnizuar. Jo dikush ka gjithë ato para, dhe nuk ndihmohet dhe jetojmë tash themi vendi jon dihet me çfarë kushte është. Nëse dikush gëzon shumë, ne nuk themi që ai ku ti bjen ti hedh paratë e tia? Jo. Por nëpërmjet dhënies së zeqatit, nëpërmjet kontributit, të ndërtojnë një të ardhme për ata të cilët Allahu Dhul Xhelali përmend, dhe kuptohet se në radhë të parë janë varfanjakët, janë miskinët të cilët sigurisht se do t'i përmendim në vijim. Që dua ta ndali me këtë pjesë, se ndoshta u zgjatëm si tepër Arsim Efendi në këtë pyetje, mirë po mua më ka lënë gjithmonë në kujtesë një rast që na tregonte një profesor i ini në studime në Universitetin e Jordanisë, Fakultetin e Sheriatit, Emxhet Korça, i cili e përmendte një rast nga pasanikët me të cilët ai ishte takuar diku në Kanada në vitet 95, në zgabofsha, kur është bërë lufta në Bosnjë. Edhe në këtë periudhë, domethënë njerëzit pasanik të boheshin dhe janë munduar që të ndihmojnë të tjerët. Ndoshta njerëzit në Bosnjë kanë pësuar nga lufta dhe kanë patë nevojë që edhe ata të ndihmohen, të bëhen pasanikët, kështu na tregonte, dhe thotë çfarë bëjnë, vendosin që për këtë vit t'u blejnë karroca njerëzve, sidomos fëmijëve të vegjël të cilët ishin prekur nga lufta dhe kishin humbur gjiptir të trupit. Dhe çfarë ndodhen?
qëllimi i kësaj mirësie ka qenë që njerëzit të cilët duronin të ishin prezent me ata të cilët e pranonin. Dhe shkojnë në Bosnjë dhe tregon njëri prej pasanikëve një rast, thot mora mundësia mua që një fëmijë i cili kishte ngelur pa këmbë, thot ta marr nga vendi ku ishte ulur dhe ta vendosin ato karrocat të cilat i kishim dërguar ne atje. Thot në një moment të caktuar, thot fëmiu kur bëj të kthehem, thot më ishte kapur për këmbë, ishte i dobët fizikisht dhe thot më shikonte në sy, qante dhe thot më thoshte diçka në gjuhën e vet, por nuk e kuptoja. Kërkova thot nga përkthisi të më tregoj se çfarë më thot. Më thoshte kështu: "O xhaxha, po të shikoj fytyrën tënde të ëmbël, të ta mbaj mend fytyrën kur të dal para Zotit, thot të kërkoj prezencën tënde në xhenetin e Zotit." Çfarë? Thot kënaqësi më të madhe në jetën time se kjo nuk kam përjetuar. Ju sugjeroj gjithë njerëzve që nëpërmjet zeqatit përjetojnë kënaqësi të tilla. Vetëm kështu do ta gjallërojmë një ibadet të Zotit dhe do ta përjetojmë shpirtërisht atë që japim dhe më beso, asnjëherë nuk do të pritojmë, por do të kemi vullnet që edhe në të ardhmen të japim. Subhanallah, në mundsoft Allahu që të jemi edhe ne prej atyre që kur të ndihmojmë bëjnë dua të tilla për ne. Amin. I nderuar, tash do të flasim pak për kategoritë, do të thënë cilëve kategori ju takon zeqati dhe kujt i jepet zeqati dhe në bazë të cilës sasi duhet dhënë. Do të mundohemi në një formë të shkurtër të përgjigjemi kësaj pune dhe se kjo është delikate dhe nuk është aq e thjesht për të shpjeguar, të flasim drejt, sidomos në një emision, në një podcast, por ne do të mundohemi që pak të rikujtojmë besimtarët dhe ju sugjeroj gjithëve që në rastet kur vjen të pak të Ramazanit, të kthehen literaturës, të lexojnë pak më shumë rreth këtyre gjërave nëse duan që të kenë rahatin shpirtërore. Do të thonë zeqatin duhet ta japin njerëzit të cilët kryesisht tash ka disa parakushte, por unë do të kaloj vetëm tek ajo pjesë tash të shkruaj te njerëzit të cilët arrin nisabin, kanë pasuri, të cilën do të thënë ajo është vetë e përcaktuar me sheria, do të thënë me Kur'an dhe Sunet, dhe sidomos për çdo Ramazan në trojet tona, do të thënë në vendin ku jetojmë, me që jemi ne në kuadër të institucionit Bashkisë Fetare Islame, me ftiniat e Tetovës, por me këtë gjë mirët kryesisht Bashkia Islame na sjell udhëzime të na tregon sa është nisabi. Ti sqarohem, do me thënë, shikuesit, se nisabi është ajo shuma minimale që duhet ta gëzoj një pasanik në mënyrë që ai të jetë i obliguar me zeqat. Jo çdo kush ka ndonjë pasuri është i obliguar me zeqat. Do me thonë, çfarë është nisabi? Nëse nisabi këtë pasuri minimale që ka, ti ketë bërë, me thonë, e fjetur, ti jetë një shumë e fjetur, për arabisht i thonë haul, që ta ketë bërë rrotullimin e vitit. Mi po cilit vit? Vitit hënor të jemi të kujdesshëm, jo diellor që përdoren për dëshmërinë tonë. Dhe jo rastësisht i referohen Ramazanit si piknisje. Dhe me thonë se Ramazani gjithmonë shkon me vitin, kalendarin hënor, hijretin. Dhe gjithmonë jenë në kohë dhe e din, dhe me thonë se vit për vitin Ramazan ti duhesh ta paguash zeqatin. Me thonë të kuptohemi, të arrini nisabin dhe ky nisab që është arritur kjo pasuri të qëndroj e patundur për gjatë një viti. Me thonë, e për këtë pasuri jepet zeqat dhe jepet zeqat 2.5%. Zoti i madhërisëm aq i ka caktuar. Nuk kërkohet ndonjë shumë e madhe, por kërkohet një 2.5% me të cilën do të ndodhin shumë gjëra të mira, do të furnizohen shumë njerëz, do të furnizohet ndoshta ndonjëherë në raste të caktuara një shoqëri e tërë, si është rasti me shkollat tona, me medresen dhe fakultetin e shkencave islam. Me thonë nëpërmjet kësaj bëhen mirësi të mëdha. Do të thonë zeqat jepet në flori, zeqat jepet në argjend, zeqat jepet në monedha, në para të gatshme, jepet në kafsh, me thonë ka ndarje specifike në lop, në deve, në e kështu me radhë, në buallica, në dele e kështu me radhë, me thonë janë disa kafsh të parapara, jepet në mallra, jepet në xehe e kështu me radhë, me thonë janë disa gjëra tash mos hi në thellësi, me thonë që secili në jetën e vet ku jeton do të interesohet për pasurinë e vet, ai takon a duhet të jep apo nuk duhet të jep zeqat varësisht për punës të cilën e bën. Do me thonë, kujt jepet zeqati Allahu dhul xhelal në Kur'anin fisnik. Për hir të kohës mundohem që t'i bie pak më shpejt, mos të ndalemi në detaj, i përcakton 8 grupe që i përmenda më herët, inama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina alayhi, dhe kështu me radhë vazhdon ajeti kuranor deri në fund, me thonë dhe përcakton se me të vërtet sadakaja ose zeqati
në këtë rast bisedohet për zeqatin, ju takon këtyre grupeve. Grupi i parë në fukarenjët, varfanjakët, siç thuhet në gjuhën tonë të përditshme, të cilët nuk kanë mbi nevojat bazë, me thonë ju takon zeqati, gjithashtu ju takon miskineve, cila janë një grup ndoshta edhe më të varfër se vetë varfanjakët, që nuk kanë thuajse hiç, edhe masandej vazhdojnë. As edhe shtre nuk kanë realisht. Po, shumë e vërtet. Bile kemi ne në shoqërinë tonë të tillë plot. Shoqëria jonë vjen nga shumë vështirësi, domethënë, dhe ka nga gjitha këto grupe që mund t'i përmendim mund gjejmë dikën. Domethënë, gjithashtu ju takon edhe mbledhësve të zeqatit, ju takon edhe atyre të cilët duhet t'ju zbuten zemrat, këto hinë muslimanë të cilët ndoshta janë të luhatur në besimin e tyre, muslimanë të cilët ndoshta nuk kanë shumë njohuri për besimin e tyre. Bile sipas disa dietarëve të mëdhëbit Hanefi, ju takon edhe njerëzve të besimi tjetër, nëse dëshiron që ta përfitosh zemrën me qëllim që ai të kalojë në fenë e Zotit. Kjo do të jetë dëshira, niyeti i personit, domethënë, që jep zeqatin. Patjetër, unë nuk i përmenda këto kushtet e niyetit e kështu me radhë. Tash tjetër janë edhe ata të cilët kanë qenë të roboruar, me thonë, paguan dikush që të lirohen nga robëria, sot mund të themi në gjuhën e sotit mund të kuptojmë më shumë si të burgosurit padrejtisht, po kur është dëshmuar, do me thonë, padrejtësia e tyre, se janë pafajësia, po, dhe paguhet për ta nëse ka ndonjë vlerë të caktuar nga organet kompetente, po këto raste ndodhin shumë rrallë dhe robëria zate në kohën tonë nuk ekziston dhe elhamdulillah që nuk ekziston. Tash nuk i him asaj pjesës tjetër. Për robëritë e tjera të flasim kuptimet metaforike kështu me radhë, të zhiturit në borxhe, të cilët janë të zhitur shumë në borxhe dhe atyre ju takon që t'jepet nga zeqati në mënyrë që t'ju ndihmohet të dalin nga borxhet e ndryshme, fise bilillah në rrugën e Allahut madhërisëm, ata që luftojnë në rrugën e Zotit madhërisëm dhe njëkohësisht ata që studiojnë, punojnë kështu me radhë, me thonë, sidomos, me thonë, në këtë grup hinë edhe shkollat tona që i përmenda më herët, medreset, nxënësit e dijes, të cilët kërkojnë që të mbajnë fenë e Zotit dhe të shërbejnë vatanit të tyre me të, si dhe udhëtarët të cilët kanë ngelur rrugëve, ju jepet nga zeqati t'ju ndihmohet që të kthehen në për destinacionet shtëpitë e tyre. Me thonë, një shpjegim i shkurtër sa përket kësaj pjese, besoj se kjo e definon pak a shumë çështjen e zeqatit, se kujt duhet t'i jepet. Për sqarim e shtesë, thash njerëzit gjithë mund t'i kthehen literaturës që është e shumtë nga ana e bashkisë islame dhe hoxhallarëve tanë. Ndruar në bazë të cilës sasi duhet të dhënë zeqatin, apo nisabi ndryshe i zeqatit? Po, shumë event, një pyetje që qelluar arsim, jepet në bazë të arit, thotë ne, me thënë bashkia islame ka të caktuar bile kam këtë me vete, do me thonë te ne jepet në monedha, nga se kjo është më praktike. Me thonë njerëzit janë të rrallë të cilët e japin atë pjesën e vogël po në gram, por tek ne do me thonë kalon ajo nga kjo vlerë në vlerën e monedhave dhe kështu nëse kalohet ajo sasia e nisabit, do me thonë në monedha jepet në para të gatshme jepet zeqati. Që në kupton bashkia islame këtu kanë nxjerr sa është për këtë vit është 91.6 gram si çdo herë dhe ka bërë kalkulimet që kap do me thonë vlerën e 12.953 euro. Mirë po, si bazë nuk merret vetëm ari, por merret edhe argjendi. Do me thënë njëra prej tyre merret si bazë për dhënien e zeqatit. Do me thënë kjo është pjesa që praktikohet tek ne dhe njerëzit bazohen te kjo dhe japin zeqatin në destinacione të ndryshme. Faleminderit për shpjegimin. Tash do dalim te sadakaja po në mosha që jepet posaçërisht gjatë muajit të Ramazanit, apo sadakatul fitri, ose populli jonë si e quajnë fitret apo vitret. Më thonë, çka dhe si, ku, shumë pyetje kemi për këtë çështje. Shumë e vërtet, do me thonë Ramazanin e definon nga fundi çështja e fitrave dhe jo rastësisht edhe fitr Bajrami e mban po këtë emër, si Bajrami i fitrit. Do të bëjmë një dallim të vogël mes sadakas së rëndom, që jepet vullnetarisht, dispozita e së cilës është sunet, dhe sadakatul fitr, ose ndryshe thon literaturën islame edhe si zakatul fitr, që është ajo sasia që jepet në fund të Ramazanit, dhe me thonë me cilën sasi sigurohet ushqimi një njeriu në nevojë. Zakatul fitr ose sadakatul fitr, me thonë ju adresohet grupeve që i përmendëm më lart, por ndonjëherë përdoret tek ne se është një ushqim
pak më i afër me Varfanjakun dhe ata të cilët janë pjesë e grupeve të cilët i përmenda më lart. Tek ne tash për t'ja lehtësuar opinionit, popullit, besimtarëve, Bashkia Islame gjithmonë për kujdeset, dhe me thonë që sadakatul fitri tjetë më kollajshëm për të dhënë dhe siguron që në çdo xhami të ketë një nga këto talonat që i kam këtu pari, dhe me thonë janë talonat cilët mbajnë vullin e Bashkisë Islame dhe me cilët mjete ndihmohet medresei Sabeu dhe ndihmohet Fakulteti i Shkencave Islame, si dhe një të kam edhe për zeqatin dhe për atë që folëm, me thonë kështu ku të shkohet në për xhami duhet kërkohen bloqe të tilla, talonat të njëjtë të cilët posedojnë vull të Bashkisë Islame, nëse vendosin që zeqatin apo sadakatul fitrin e tyre të adresojnë te Bashkia Islame. Që dua të përmendi, me thonë sipas fesë islame, sipas shariatit kjo punë është e definuar, por me që me thonë është e definuar me gruri, 2 kg grur, ose 4 kg elp, ose një plot me 4 kg hurma, por ne do të flasim me gjuhën e sodit, nga se dietarët e medhebit hanefi lejojnë që kjo sasi, dhe me thonë që jepet për fitrat nga ana e besimtarëve, dhe me thonë t'jepet në monedha, në para të gatshme, nga se nëpërmjet kësaj ai që do ta merr atë para e ka më kollaj të adresoj në vendin ku dëshiron ai, të siguroj sofrën që dëshiron ai për Bajram. Por edhe ai që pranon e ka më të lehtë që ta zgjedh ushqimin që do ta haj. Shumë e vërtet. Vlen të përmendet pse jepet, dhe me thënë sadakatul fitri, se njerëzit ndonjëherë kryejnë huti, thotë mirë, pse duhet ta japim? Kjo bëhet për shkak të dy urtësive që Zoti ua ka caktuar. Urtësia e parë është që njeriu, dhe me thënë, përgjatë Ramazanit mund të bëjë përgjatë agjerimit lëshime të vogla. Edhe kur i agjerueshëm me gjunahe të vogla të dalish i tillë fetarisht nëpërmjet fitrës njeriu e pastron veten. Dhe tjetra është se ne kultivojmë vlerat humane, njerëzore. Ç'të ka bërë Zoti, që ne për Bajram t'jemi të njëjtë në sofër. T'jemi të njëjtë në sofër. E tash kjo arrihet nëpërmjet këtyre ndihmesave të ndryshme, në këtë rast nëpërmjet sadakatul fitrit, dispozita e së cilës është wajib, është obligim, domethënë çdo njeri duhet ta jep. A sadakaja që përmendëm më herët është vullnetare. Kur do njeriu të jep çfarë të dojë, nga vullneti i tij, nga zemra e tij, mund që ta jep. Atëherë në këtë pjesë besoj se jemi të qartë, kjo e përmenda më herët në ditët e sodit jepet në vlera të saktuara dhe të kalkuluara nga organet e Bashkisë Fetare Islame, të cilët organizojnë jetën fetare këtu te ne. Allah që shumë shpërbleft. I nderuar, për në fund, mund të tregoni çfarë roli luan sadakatul fitri, zeqati, sadakaja në kultivimin e vlerave fetare? Unë do të flas më shumë me që jam pjesë e një institucioni, i cili institucion, më thonë, organizon jetën fetare këtu në vendin tonë, Bashkia Fetare Islame Muftinia e Tetovës, flitet për Tetovë dhe gjithë territoret e tjera kanë muftinit e veta. Do me thonë nëpërmjet sadakatul fitrit, e zeqatit edhe sadakave të tjera, do me thonë ndihmon di institucionet shumë të rëndësishme që i përmenda më herët. Është medreseja e Sabeu, pjesë e së cilës kemi qenë edhe ne bashkarisht, dhe me thonë, dhe vlen të përmendet se jemi edukuar me mundin dhe gjersen e këtyre njerëzve të cilët kanë paguajtur me këto bloqe, edhe më herët, ndoshta nuk ka qenë i njëjti dizajn, por ndoshta edhe nuk kanë qenë çmimet e njëjta, nga se jeta ka qenë edhe më e lirë. Por fal këtyre njerëzve kemi hëngur ushqim 3 herë në ditë për 5 ditë javës. Më thonë na kanë mundsuar që asnjë kohë mos mbetemi të uritur. Shumë e vërtet. Këto njerëz kanë darë nga ushqimi vet që të na ushqejnë neve, dhe inshallah ne nuk e di a do të mund të ua kthejmë të dalëm hakush, po do të mundohemi maksimalisht që atë mirë që na kanë bë. Unë mencionova të kjo pjesë sepse dikush thot ku shkojnë këto para. Dhe unë me plot besim dhe me vetë besim them se këto para ushqejnë nxënës të cilët janë larg familjes, të mësojnë të studiojnë për të kthyer mbrapa shoqërisë atë që ju ka dhënë. Shumë e vërtet. Dhe sot mendoj se kjo që that Arsim Efendi, mendoj se është duke ndodhur, ne ta shëngjim borxhli veten dikur kemi qenë ne ata që kemi qenë ulur, si shpërmenda më herët në ato banka, në për ato tavolinat e ushqimit, dhe me thonë dhe jemi shkolluar fal gjesës së popullit, dhe sot ne mundohemi që t'ua qartësojmë popullit se kemi nevojë ende për këtë shkollë, bile ndoshta opinioni e din, ndoshta nuk e din, medreseja e Sabeu veç se është edhe akredituar dhe mban statusin si një gjimnaz
islamik, ose thonë si një shkollë mesme e Ministrisë së Arsimit dhe si dhe Fakulteti i Shkencave Islame që nxjerr hoxhallar, teolog dhe teologe të cilat sot kontribuojnë në jetën fetare, kontribuojnë në kultivimin e jetës fetare dhe kombëtare, shoqërore mund të themi përgjithësi, si dhe ndihmojnë që nesër inshallah të kemi fëmijë të cilët rriten duke besuar në familje bab dhe nën, si dhe domethënë kontribuojnë në shoqërinë rrethet ku janë. Kjo bëhet, me thënë, rolin më të madh këtu e mban zeqati që jepet nga njerëzit dhe fitrat të cilat ndoshta ndonjë njeriu nuk i duken shumë, mirë po ne e dim, siç e përmendët edhe ju, dhe sot ne gëzojmë këtë status që kemi fal këtij kontributi, andaj unë do ta shfrytëzoj këtë podcast që të bëj apel deri tek gjithë njerëzit që këto talona, domethënë ti kërkojnë në për xhamitë tona, me që do t'i gjejnë në për gjitha xhamitë e Muftinisë së Tetovës, me thonë fitrat për këtë vit janë 300, 400, 500 dhe 600 denar, dhe nëpërmjet tyre të vazhdojnë të mirëmbajnë jetën fetare në vendin tonë dhe të na ndihmojnë neve që nesër të kemi kuadër të përgatitur për një familje të shëndosh, për një shoqëri të mirë, e cila shoqëri patjetër se do të reflektoj edhe në ruajtjen e historisë tonë dhe vlerave tona edhe në të ardhmen inshallah. Inshallah. I nderuar, Allahu xhaleshani ju shpërblet që na ndajtë të kohë të shpjegoni kaq bukur çështjen e zakatit dhe sadakatul fitrit. Lusë Allahun që ju shpërblen me shpërblimet e tija dhe faleminderit që ishit pjesë e këtij podcasti. Faleminderit, kënaqësia më e madhe ishte jona. Allahu ju shpërblet. Të nderuar shikues, do të potencojmë sot një hadith transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një sahabiu i dha një kuti hurma dhe e urdhëroi apo i tha shko dhe këtë kuti hurma dërgoja Aliut radhiyallahu anhu. Sahabiu gjatë rrugës sa hapi kutinë e hurmave dhe si çdo njeri kur ka përpara ndonjë ushqim të shijshëm u lakmua nga shija apo bukuria atyre hurmave, nga aroma e këndshme e tyre. Dhe e mori një hurmë nga ai kuti e hëngri, duke menduar se ka shumë këtu, ka edhe për Aliun, po ka edhe për mua. Dhe ndoshta Aliu radhiyallahu anhu nuk do ta hetoj se i mungon një hurmë. Pasi që arriti tek vendi ku ishte Aliu radhiyallahu anhu, i dha kutinë me hurma dhe Aliu para se të shkonte sahabiu të kthehej, e hapi kutinë me hurma. Dhe u ktheu sahabiu dhe i tha: "Në këtë kuti që ma ke pru ti, mungon një hurmë." Pastaj ky sahabi u drejtua dhe tha: "Nga e di ti se mungon një hurmë prej asaj kutie." Aliu radhiyallahu anhu i dha një përgjigje që duhet të jetë mësim për mua dhe për të gjithë ju. Tha, sepse sa herë që unë bëj një vepër të mirë, jap nga pasuria ime, Allahu xhaleshanuhu ma kthen 10 fish, ndërsa sot në këtë kuti ka vetëm 9 hurma. Mungon hurma e 10. Andaj nga ky hadith apo ky transmetim ka dy mesazhe. Të japim edhe të besojmë se ajo që Allahu xhaleshanuhu na shpërblen 10 fish më shumë se sa ajo që japim. Prandaj e gjithë esenca e dhënjes është e bindja. Sa më të bindur të jemi se Allahu xhaleshanuhu do të na shpërblej, aq më shumë do të jenë shpërblimet. Prandaj të nderuar shikues, zakati nuk është vetëm të japim, ta paksojmë pasurinë tonë, por është ta shtojmë pasurinë atij që ka pak dhe të mundsojmë pasuri atij i cili nuk posedon as pak prej saj. Andaj t'i hapim zemrat tona dhe të japim sa më shumë nga vetvetja për të mirën e shoqërisë. Sepse edhe ne dikur kemi marrë nga shoqëria. Andaj t'ja kthejmë të mirën shoqërisë sa herë që të mundemi. Deri në podcastin e ardhshëm, ju lëm në mëshirën e Allahu xhaleshanuhu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.